Të nderuar teleshikues të emisionit ekskluzive për diasporën për Alp TV Kanada. Ndodhem në Muzeun e Bankës së Shqipërisë. Pas pak do të kemi një intervistë ekskluzive nga zonja Besa Avami, specialiste e këtij muzeu. Jam specialiste në zyrës së muzeut në Bankën e Shqipërisë dhe prej 10 vitesh zhvilloj edhe guidat e muzeut për gjithë dashamirësit e historisë, financave dhe monedës. Zonja Besa, ndodhemi pikërisht në ambientet e muzeut në Bankën e Shqipërisë. Kur daton ngritja e këtij muzeu, ku janë të pasqyruara të gjithë kartmonedat shqiptare, të prera së pari para 100 vitesh, por jo vetëm, pasjush ja dhe këto moneda të antikitetit ilir. Po e nis nga fundi. Në fakt kjo është identiteti jonë. Prerja e sistemit monetar të standardizuar për shqiptarët antik, ilirët nisë që në shekullin e 4 para erës sonë, dhe si shikoni në imazh janë disa nga më të spikaturat asaj periudhe kohe. E pikërisht shohim qytet shtetet e Apollonisë, midis atyre Durrës. Qendrat urbane, të cilat për kohën i është njohur kjo e drejtë për prodhuar sistemin e tyre monetar. Zonja Besa, këto moneda të prera në antikitet janë të kujt metali? Bakër, argjend? Në vendin tonë, rezultojnë që të kemi prodhuar në periudhën e antikitetit moneda të argjendta dhe të metalit të thjeshtë, por jo të arta. Ky muze është ngritur 10 vite më përpara. Mund të themi që ka dhe ky përvjetorin e tij në këtë vit, në 2025, Muzeu i Bankës së Shqipërisë. Hapi dyert për herë para për publikun në tetor të vitit 2015 në 90 vjetorin e themelimit të Bankës së Shqiptarëve. Dhe çfarë janë të ekspozuara këtu, veçanërisht përveç kartmonedave dhe monedave, është një historik i ecurisë së paras shqiptare, apo jo? Por jo vetëm. Muzeu i Bankës së Shqipërisë ka historinë dhe objektet më domethënëse që na tregojnë ne shqiptarëve dhe mbar shqiptarisë për prerjet tona paramonetare që nisin para antikitetit. Ka dëshmi që monedat e para ilirëve të jenë prodhuar që rreth shekullit të 10 para erës sonë, periudha e bronzit, të cilat kanë një karakteristikë të veçantë në formën e tyre, sepse janë në një formë jo standarde rrethore, por janë në formën e sapatës së bronzit pa bisht. Kështu që ky muzeu jon ka një koleksion të pasur monedash, duke nisur pikërisht nga prehistoria e duke ardhur deri në ditët tona. Një fakt shumë interesant dhe dëshmi shumë e nevojshme për të gjithë shqiptarët, popullin shqiptar, për të njohur historinë e zhvillimit monetar, por financiar dhe më së fundit dhe bankar të vendit tonë. Po, zonja Besa, para pak ditësh, Banka e Shqipërisë, guvernatori i Bankës së Shqipërisë, me stafin e tij bashkë me ju, organizuat në selim numër 2 të Bankës së Shqipërisë, në ish Hotel Dajti, një konferencë me rastin e 100 vjetorit të krijimit të Bankës së Shqipërisë. Aty u fol dhe për ecurinë e monedave shqiptare. Pikërisht kur daton hedhja në treg e kartmonedës së parë nga Banka e Shqipërisë e krijuar në shtatorin e vitit 1925. Do të t'jap dy përgjigje për këtë pyetje që më bëre, sepse në 1925, si dhe juve e përmendët, është themelimi i Bankës Kombëtare të Shqipërisë, u hollën 2 kartmoneda të para. Them 2 sepse kartmoneda e parë e hedhur në shkurt të 1926 kishte një element që nuk ishte jo domethënës për shqiptarët, sepse shqiponja e vendosur në të ishte me një kokë dhe në qëndrim ulur, jo në fluturim. Gjë që si duket shqiptarëve në atë kohë nuk i pëlqeu dhe u refuzua, nuk u pranua, kështu që kjo kartmonedë e parë nuk ishte fare jetë gjatë, sapo doli në qarkullim e një herë u tërhoq. Dhe kartmonedha e parë jetë gjatë që po themi identifikon Bankën Kombëtare e Shqipërisë hidhet pak muaj më pas dhe është 5 franga ar që ka dhe portretin e një djali të vogël të veshur me elemente folklorik, kostumet popullore të kohës. Atëherë zonja Besa, përpara se të çohemi nga ky kënd i Muzeut të Bankës së Shqipërisë dhe të flasim më konkretisht për kartmonedat shqiptare 100 vjet më parë e në vazhdim, ju lutem, a mund ta flisni edhe diçka se ku shtypet leku shqiptar aktualisht? Dhe ku është shtypur gjatë kohës komunizmit, nëse keni njohuri. Por së pari ku shtypet aktualisht leku shqiptar dhe cili është roli i Bankës Shqiptare në emëtimin e kartmonedave? Paraja jonë kombëtare
Aktualisht prodhohet një pjesë e tyre, serisë që kemi në qarkullim në një kompani franceze, Overture, dhe pjesërisht disa kartmonedha të tjera prodhohen në një kompani angleze me emrin Delaroy. Ky është vend prodhimi i kartmonedhave tona. Sigurisht juve përmendot vetë pak më parë që kush është roli i Bankës së Shqipërisë në emetimin e paras. Sigurisht është autoriteti vetëm që mund të emetojë kartmonedha, por na jep dhe garanci për t'i përdorur dhe për t'i pasur ato të sigurta në dorën tonë. Po, pyetja e fundit e kësaj pjese të emisionit që jemi së bashku është cilat janë elementet e sigurisë që ka sot kartmonedha shqiptare. E shohim që ka një mori elementër sigurie, një para shumë e bukur, shumë e paraqitshme, pra cilat janë elementet e sigurisë? Sigurisht që kartmonedhat që neve kemi në duart tona janë shumë të sigurta dhe muzeu ka një rol prezantues për publikun për t'u bërë të njohur vizitorëve të muzeut edhe kush zgjedh ta vizitojë atë, se kush janë elementet e sigurisë kartmonedhës tonë kombëtare që kemi aktualisht në qarkullim. Më lejoni t'ju them që për kartmonedhat të cilat kanë vlerën më të lartë nominale, siç është perja 10.000 lekë, 5.000 lekë dhe 2.000 lekë, janë 7 elemente sigurie të cilat ato mbartin në vetvete. Duke filluar, janë shumë teknike në fakt si terma, që janë holograma, filli sigurisë, figura ujore, shiriti shndritshëm. Pra janë një sër elementësh sigurie që janë në përmbajtje të kartmonedhave tona aktualisht që i kemi në qarkullim. Për të kuptuar këto terma teknik të cilat unë sapo ja u thash, të cilat e sigurojnë kartmonedhën tonë, neve kemi disa panele në një pjesë të muzeut ku mundohemi t'ja bëjmë sa më të thjeshtë dhe më të qartë publiku për t'i kuptuar këto elementë sigurie se ç'do të thotë watermark për figurë ujore. Po, atëherë Besa, në fund sa pjesë të parë, unë falenderoj për këtë intervistë që dhe bëm disa pyetje të përgjithshme për ekzistencën e muzeut dhe për evolimin e paras, por për më shumë, për t'u bërë më të qartë për teleshikuesit e emisionit tim, ekskluzive për diasporën, RTV Kanada, ju lutem, do të shkojmë në stendat e këtij muzeu, na shpjegoni pak më në detaje për çdo kartmonedhë, për çdo epokë, që të bëhemi më të kuptueshëm për teleshikuesit. Jemi në një stend ku ju mund ta tregoni një historik tjetër se ku janë shtypur kartmonedhat shqiptare. Ta fillojmë me këtë stend këtu. Po, ka një fakt interesant që është edhe pozitiv, që shqiptarët nuk pritën ditën që të krijohej Banka Kombëtare e Shqipërisë, por rrethanat i çuan ata që të prodhojnë kartmonedhë lokale. Kështu që 1917-a, zyrtarisht 1920-a, i gjen disa qytete shqiptare, ato që ishin më të zhvilluara në aspektin e tregtisë së brendshme, që të prodhojnë para lokale. Kemi një informacion historik të mbërritur deri në ditët e sotme që familja Korçare e Dorikote dhe Themistokli Evangelit ka prodhuar këto kartmonedha që qarkullonin brenda qytetit të Korçës, brenda për brenda familjes së saj. Për fat keq sot nuk ruajmë asnjë element të trashëguar se si këto kartmonedha prodhoheshin, por kemi kartmonedha që i ruajmë. Pra janë këto kartmonedha këtu? Janë këto, por për t'i parë më qartë janë dhe këto që shikoni. Edhe këto të asaj periudhe. Janë para lokale të qyteteve të ndryshme shqiptare, të cilat nga e ardhura në tregti, nga bashkitë e tyre prodhonin kartmonedhën për qytetin. Kështu që kemi kartmonedhat e qytetit të Korçës që ilustrohen dhe nga pamja fotografike e Korçës në këto vite, kemi të Vlorës, kemi të bashkisë Shkodrës, Gjirokastrës, Fierit, Beratit, Fierit dhe Elbasanit. Në gjithë këto kartmonedha që shikoni këtu, nuk dua që ta humb për teleshikuesit, është kartmonedha që shkruan 20 Skënder. 20 Skënder është prodhuar nga qyteti Korçës në vitin 1921 dhe në historinë e vendit tonë është se e vetmja kartmonedhë përkujtimore. Sepse kur Korçarët elemente kombëtare apo? Jo, kur vendosën që ta bëjnë 20 Skënder në 1921 përkonte fiks me periudhën që ndërkombëtarë përfundimisht na njohën kufij të jugor të vendit tonë. Ndërsa nëse arrim në periudhën që u konstituua Banka Kombëtare e Shqipërisë në 1925, parat tona të asaj kohe, kartmonedha specifikisht u prodhuan janë kartmonedhat në vitrinë, në Bladbury and Wilkinson në Angli, ndërsa metalmonedha jonë asaj kohë është prodhuar në Zeca della Roma, duke qenë se ishte edhe në metaltar, por dhe në të argjend. Pra konkretizuar në këtë stand? Po, në këtë stand që kemi këtu, kartmonedhat e kësaj kohe, të gjitha, 5, 20 dhe 100 frangar janë prodhuar në Bladbury and Wilkinson, ndërsa gjithë metalmonedhat në Zeca della Roma.
Besa jemi vendosur në një stend tjetër të Muzeut të Bankës së Shqipërisë. Pikërisht në sa më thatë, këtu jemi në prerje të tjera të një epoke tjetër. Ku ndodhemi aktualisht me prerjen e kartë monedhave? Këtu jemi në një epokë tjetër, ashtu siç e cituar, në periudhën e moniste ose komuniste, siç e njohim ne shqiptarët, por në të vërtetë është Banka e Shtetit Shqiptar. Banka e Shtetit Shqiptar në këtë periudhë kohe i ka prodhuar kartmonedat e saj në vendet vllazërore, ose miq siç e njihte për kohën. Seria e parë e kartmonedhave të prodhuara në 1947 nga vendi jonë është ish Jugoslavia. Janë këto këtu? Janë gjithëseria nga 10 në 1000 lekë të vendosura këtu. Pasohet me njëherë pas 2 vjetësh me serinë e rinovuar në imazh të kartmonedhës son, por me të njëjtën vlerë nominale, e prodhuar tashmë në vendin tjetër mik që ishte Bashkimi Sovjetik Rus. Bashkimi Sovjetik Rus. Dhe janë këto të tjera. Kjo është një kartmonedhë që faktikisht zgjati në kohë nga 49-ta deri në vitin 1964, kur neve bëhemi miq me Kinën dhe vendi i prodhimit të kartmonedhave tona tashmë bëhet janë këto të prodhuara. Janë kartmonedha të cilat neve të gjithë i njohim. Unë i mbaj mend. Edhe Brezi sepse kjo është në të vërtetë kartmonedha më e gjatë e qarkulluar në vendin tonë nga 65-a e deri në fund të viteve 99 kur banka i nxjerr gradualisht jashtë qarkullimit. Juve po shikoni stendën. Kuriozitet është dhe kjo? Këto janë prodhuara në Shqipëri. Pavarësisht se jemi në periudhën e Bankës Shqiptare ose komuniste, kjo është një para e veçantë që njihet me emrin Buana Lek ose Lek Valuta. Mos së shumti prodhohej për kooperativat ose për dyqanet e valutës, ku njerëzit kishin ndoshta valutë huaj, por që nuk e përdornin dot në vend. Ndoshta është ekuivalente me bonat e thesarit sot apo është diçka tjetër? Nuk mendoj se duhet të jetë shumë të ngjashme. Ka qenë për një tjetër arsye. Ishte para që Buana Lek vlerëse që përdori për kooperativa në të njëjtën kohë që qarkullonin dhe paratë zyrtare të shtetit. Por kjo ishte si shpërblim, sepse nëse një pajisje për shtëpi mund ta merrje me paranë e qarkullimit në çmimin normal të saj, kjo ishte me një vlerë pak më të ulët për ta marrë pajisjen. Me fjalë po ta paguajmë këtë, ishte pak më pak. Shumë e qartë Beza, falenderoj për këtë sqarime. Tani na mbetet edhe një eksponat tjetër, ai i periudhës së pluralizmit. Por edhe aktuale. A shkojmë bashkë? Pra jemi këtu në prerjet e fundit të viteve 90, apo jo? Zyrtarisht 1992 është ndryshimi i fundit që pësoi Banka e Shqiptarëve nga Bankë Kombëtare e Shqipërisë me koncesion në bankë të shtetësuar dhe në drejtimin e Ministrisë Financave. Në 92 zyrtarisht bëhet Bankë Qendrore aty që kemi aktualisht në ditët e sotme. Dhe seria jonë e parë e kartmonedhave rezulton e rinovuar, tashmë të prodhohet në 92-shin fix. Këto. Duke filluar nga prerja 200 lekë, 500 dhe 1000 lekë. Këto ishin të parat që Banka Qendrore në atë kohë. Pra nuk ishte prerje më të madhe se 1000 lekë të reja. Nuk ishte. Deri kur vendosi që të bëjë dhe një prerje ndërmjetëse, pak më të vogël, që ishte prerja 100 lekë me ushtarin e panjohur në imazh e 93-shit dhe e rinovuar në përmasa më të vogla e njëjta prerje bëhet në vitin 1996, ku përfundimisht kjo vlerë monetare zëvendësohet nga kartmonedhë në metalmonedhë në vitin 2000 me 1000 lekë metalmonedhë me mbretëreshën Teuta. Pastaj këto janë prerjet e rinovuara, njëjta vlerë nominale e rinovuar nga Banka e Shqipërisë, 96-ën e shtypur me element përmirësuar shtypi dhe aktualisht kemi të rënë fare që pas pak do të mund ta shohim. Imazhi, dizajni të kartmonedhës tonë kombëtare, duke marrë parasysh themelimin e institucionit tonë bankar në 1925, do të thosha që kartmonedha kombëtare e prodhuar pikërisht nga Banka Kombëtare e Shqipërisë mbart elementin folklorik. Dhe nëse do të vërini në prerjen 5 franga ari dhe 20 franga ari, janë fëmijë të veshur pikërisht me këto kostume popullore të kohës. Nëse do të kalojmë në periudhën tjetër të Bankës së Shtetit Shqiptar, aty vëmë re një ndryshim thelbësor, i cili lidhet dhe me frymën dhe filozofinë e kohës, me doktrinën atë. Me doktrinën e kohës që diktatura e ashtu quajtur diktatura e proletariatit, që do të thotë autoriteti, pushteti i punëtorit, pasqyrohet në kartmonedhë. Dhe po të vëmë re, do t'i shohim më në detaj më pas, në imazhin e kartmonedhave të prodhuara në thuajse 50 vite, kemi njerëz të marrë nga përditshmëria e tyre, nga fotot e tyre në punë. Të punës, siç është kooperativistja. Por ka
të marrë nga elementë të ndryshëm të punës, që mund të ishte shkenca, mund të ishte industria, por edhe bujqësia, ose minatori, që ka qenë një arritje madhe për kohën. Ndërsa nëse do të kapim etapën aktuale, atë ku jemi, Banka Qendrore, krijuar që në 92, ne kthen fokusin ndonjëherë tek elementi kombëtar, tek figurat tona historike, kombëtare, të cilat shoqërojnë edhe aktualisht imazhin e kartmonellave tona kombëtare, duke ndetur thuajse e pandryshuar nga 1992. Këtu i ka ardhur fundi minutave të emisionit ekskluzive për diasporën. Ju kujtojmë se ishim në një intervistë ekskluzive me zonjën Besa Adhami, specialiste e muzeut në Bangën e Shqipërisë. Faleminderit për vëmendjen tuaj dhe mirupafshim.